Hyrja e Luiz Ellit në Big Brother VIP Albania 5 ka shkaktuar efektin e pritshëm, një tërmet të fortë dhe të vërtet emocional dhe debate të ashpra që në minutat e para. Situata është tensionuar maksimalisht mes tij dhe Rogertit, ku nuk ka munguar ofendime të rënda personale dhe provokimet mbi jetën private, të cilat kanë trazuar jo vetëm shtëpinë, por edhe mbështetësit jashtë. Rogerti është ai që i thotë Luizi që është një player apo bixhozhi dhe se njeh shumë mirë nga jashtë, ndërkohë që Luizi i thotë të qëndrojë urtë pasi po turpëron familjen e tij, sidomos babain. Rogerti duket shumë i prekur pasi babai i tij është tifoz i Luizit dhe e di që në këtë pjesë do të mbështesë atë e jo djalin e tij. Ndërkohë që rrjeti po zihen nga videot e përplasjes, një reagim surprizues ka ardhur nga bashkëshortja e Luizit, Chiara Tito. Ndryshe nga se pritej, kur zakonisht familjarët urojnë fitoren apo shëndrimin sa më të gjatë, Chiara ka bërë të kundërtën në postimin e fundit të Luizit në Instagram. Ajo ka lënë një koment që tregon qartë pakënaqësinë e saj ndaj klimës toksike dhe ofendimeve që po ndodhin brenda shtëpisë. Uroj që të dalësh sa më shpejt nga ajo shtëpi, ka shkruar moderatorja e njohur. Ndërkohë, Chiara ka thënë dhe ka parë se si personat aty brenda, pra Rogerti apo edhe Miri, kanë përmendur edhe atë në shtëpi. Ajo thotë se si atyre kjo gjë u ka dhembur dhe u ka djegur shumë, pasi Big Brother VIP 2 ishte më i shikuari dhe më i pëlqyeri nga të gjithë njerëzit. Ajo ka shprehur që loja e saj dhe Luizit ishte shumë e vërtetë. Ndjenjat e tyre po ashtu, pasi edhe sot ata komentojnë negativisht ndërkohë që kanë edhe një vajzë të vogël, Luna Marie Eileen. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situata? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.